çka ndodh? Televizionet shqiptare, një në kanalet më të fuqishme të Republikës Shqipërisë dhe të Kosovës, nuk flasin gjë tjetër që vetëm rastin tanë. Duke folë këtë rast tani, Po mira, ajo ishte pengmarrje, vlla. po, super. Mos e krahaso tani pengmarrjen me Rafin, ndryshon pengmarrjen me Okej, Rafin. pengmarrje, o vlla, pengmarrje. Çka ndodh tani? Pastaj, Adoleshentat ku në të themi Shqipëri. edhe i gjë. Fabio është tjetër kategori nga. Okej, o zemra vaj se tu kap konceptin, nuk jetu kap konceptin. Fabio. Tani ishte edhe ngjarje tjetër te Fabio. Nuk jetu kap konceptin e muhabetit. Pastaj peng kanë marrë kryeministrin e Belgjikës, kanë marrë Po jo ministrin. ty, o kozak se të fol për ty, unë të fol për televizionin. Më mirë që kanë marrë pengë jo me mraf. Me rëp shtëpi. Ton bukë. Allah, faleminderit. Ale, lënë ngjarjen, o valla, lënë ngjarjen. Lënë ngjarjen mrapa. S'po kupton më duket. Lënë ngjarjen. Këtë televizionet e shqiptarisë morën ty. Po pra, folën televizionet e shqiptarisë se ishte edhe Fabio Dushku dikushi me burkim Po shumë përjetshëm bukur, e me lëm gjona. ngjarjen anash. E lëm, ora sikur se të më gju. E lëm ngjarjen anash tani. Ngjarjen anash. Kretë rinia, ti u bone i pasur, kozak, u bone shumë i fort Shqipërisë. Po pra, u bona i pasur nga fakti se kisha ishte pengmarrje, u mora peng, nuk u rafa si e lëm edhe herë, pse rën ty ra një vend, Shekiq. Tani, nëllë çka nëllë, çfarë shembull ti dhën televizionet shqiptare brezit ri, për të bë pare, për të bë nuk i dhan shembull televizionet. Televizionet ajo dolin TikTok u bë viral kusho. Kam vlla tani ajo normal që televizionet do ta merren realist. Ora, okay, super. A mundesh me qenë realist? Kan ndjek me qindra mijëra adoleshent kanë thonë du të me shadi kanë, me në radi kush për më arrit. Po nuk kanë arrit, sa ta kanë hangët rame si pjerë kush mo. Po dha shqiptarët sherre du, në ti shoku. Po shumë bukur, se televizionet sot